Kryeministri Christian Mickoski, i cili po merr pjesë sot në samitin e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Maltëzi, ka realizuar një sër takimesh me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Në margjinet e takimit në Tivat, është takuar me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe presidentin francez Emmanuel Macron. Para takimit, Mickoski deklaroi se gjatë takimit me kancelarin gjerman Friedrich Merz kanë diskutuar edhe për non-paperin franko-gjerman, i cili parashikon integrimin gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian përpara antarësimit të plot. Mickoski tha se Maqedonia e Veriut ka qendrimet dhe propozimet e saj lidhur me këtë dokument dhe se ato i kanë prezantuar gjatë takimit me kancelarin gjerman. Ai paralajmëroi se tema do të shqyrtohet më tej në pjesën e punës në samitin e BE-s Ballkani Perëndimor. Qëllimi ynë është të bëhemi shteti që do të realizojmë më së shumti reforma, të mbetemi të fokusuar në procesin e zgjerimit dhe të ruajmë dinjitetin kombëtar. Kishim me të vërtet takim konstruktiv dhe jam shumë i kënaqur nga ajo çfarë kemi biseduar dhe ne njihemi edhe prej kornizës së Partisë Popullore Evropiane, por ky ishte takimi i parë mes dy kryeministrave. Unë jam me të vërtet shumë i kënaqur nga takimi. Mickoski konfirmoi se ndryshimet kushtetuese kanë qenë një nga temët e bisedimeve me liderët evropian, por theksoi se Maqedonia e Veriut meriton një proces evropian më të besueshëm dhe më të drejtë. Ndërkaq, në këtë samit merr pjesë edhe presidenti bullgar Rumen Radev, i cili bëri thirrje vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor të marrin shembull nga Mali i Zi dhe Shqipëria nëse dëshirojnë të arrijnë rezultate të ngjashme. Radev tha se nuk do të lejojë futjen e problemeve të trashëguara politike dhe historike në familjen evropiane. Qëndrimi ynë është se nuk duhet të fusim probleme të trashëguara politike dhe historike brenda familjes europiane. Mund të jeni të sigurt se do të vazhdojmë ta mbrojmë këtë pozicion. I përshëndesim nikojqirët tonë nga Mali i Zi për përparimin e arritur dhe i vlerësojmë lart përpjekjet e Shqipërisë në rrugtimin drejt antarësimit. Radev deklaroi se Bullgaria nuk do të lejojë komplementimin e kritereve të Kopenhagës për antarësim në Bashkimin Evropian, pavarësisht situatës së ndalikuar gjeopolitike. Ai theksoi se problemet politike dhe historike nuk duhet të anashkalon apo të zgjidhen në mënyrë artificiale për të përshpejtuar procesin e zgjerimit të BE-s. Samiti i BE-s në Tivat i kushtohet integrimit evropian të rajonit, ndërsa një nga temat kryesore është propozimi i ri franko-gjerman për përfshirjen graduale të vendeve kandidate në politikat evropiane dhe në tregun e përbashkët edhe para antarësimit të plot në Bashkimin Evropian.